Kjo është sigurisht një dhimbje shumë e madhe për familjen, për miqt dhe dashurit e Ardianit. Ashtu siç është edhe një goditje shumë e rëndë për policinë e shtetit dhe për shtetin ligjor në tërësi. Është një moment i veçantë për t'u gjendur pranë familjes, miqve dhe kolegëve. Ashtu siç është edhe një moment shumë i veçantë për t'i kujtuar të gjithëve sakrificat e pa masa që kanë punonjësit e policisë në kryen e detyrës. Shumë prej cilëve kanë sakrifikuar jetën për të garantuar siguri për gjithë në tjerët. Ndaj, në emër të gjithë atyre që sot kujtojnë me dhimbje Ardianin dhe të gjithë ata që kanë dhënë jetën për shtetin ligjor në Shqipëri, dhe në emër të gjithë kolegëve të tyre që sot luftojnë ende rrugë më rrugë në çdo lagje me botën e krimit, është momenti për t'i thirrur mendjes si shoqëri që të bëjmë gjithçka është e mundur të gjendemi pranë punonjësve të policisë. Punonjësit e policisë kanë nevojë për mbështetjen e çdo mendje të arsyeshme në këtë vend. Ashtu siç kanë nevojë për mbështetje në infrastrukturë, në logjistik, në paga. Unë do bëj gjithçka është e mundur t'i parashtroj kryeministrit kërkesën për rritjen e pagave të punonjësve të policisë. Ashtu siç do bëj gjithçka është e mundur për ta kthyer policinë e shtetit në trupën moderne që presin shqiptarët. Dhe ashtu siç do bëjmë gjithçka është e mundur me të gjithë drejtuesit e policisë, me të gjithë punonjësit e policisë në çdo cep të Shqipërisë dhe me të gjithë qytetarët e ndershëm të vend, me të gjithë ata që arrin të arsyetojnë për të bërë bashkë për ndërtuar një Shqipëri të drejtë dhe të sigurt.